Kjo klasë yoga është një ftesë për të ndjerë thellë esencën tënde femërore. Jo përmes përpjekjes apo kontrollit, por përmes dorëzimit, ndjeshmërisë dhe besimit. Do të udhëtosh drejt burimit tënd të brendshëm, e butë, intuitive dhe e fuqishme. Në butësi, shihet një forcë që nuk ka nevojë të bërtasë për të dëgjuar. Në delikatesë jeton një prani që të lidh me trupin, zemrën dhe shpirtin. Përshëndetje miqtë mi dhe mirë se erdhët në këtë klasë yoga. Fillojmë klasën në një pozicion të rehatshëm, ulur kryq. Mundohu të përkëdhelësh butësisht trupin tënd. Merë frymë thellë, ngri krahët lart, bashkoj dhe me nxjerrën e frymën si dhe duart përpara zemrës. Dhe një herë duart lart dhe prapë pranë zemrës. Merë frymë dhe me nxjerrë frymë e përkullu butësisht përpara. Ndjeje shtrirjen përgjatë shtyllës kurrizore. Mos haro të marrësh frymë. Tani rrëshkasim duart ngadalë në të djathtë dhe pastaj në të majtë në formë rrethore, lëvizë trupin në formë rrethore eksploruese, si një zbulim i ri i feminitetit tënd. Çdo lëvizje, një shprehje e kureshtjes, dorëzimit dhe gjallërisë. Lëre veten të udhëhiqet nga ritmi i frymarrjes. Në këtë lëvizje të butë, mundohu të gjesh lidhjen me veten. Tani eja përsëri në qendër dhe përkul shpinën. Ndjeje për një moment. Qëndro në këtë pozicion për disa frymarrje. Dhe nëse je gati, mund të ndryshojmë drejtimin. Mundohu të bësh lëvizje rrethore. Çdo lëvizje është një ftesë për të ndjerë më shumë. Sot është gjithçka e lejuar të jetë ashtu siç është. Ti ke leje të dëgjosh energjinë tënde femërore, të kujtohesh, të ndjesh, të jesh. Dhe në përfundim të këtij rrotullimi, eja përsëri në qendër dhe përkullu. Ndjeje për një moment shpinën. Dhe nëse ndjesh gati, krije pjesën e sipërme të trupit dhe fillo të bësh rrotullime nga ana e djathtë. Rrotulloje shpinën dhe eja përsëri në formë rrethore. Me çdo frymarrje e sjellim trupin nga përpara dhe me nxjerrje fryme e rrumbullakosim shpinën. Duart prekin butësisht gjunjët. Dhe tani ndryshojmë pozicionin, drejtimin nga majtas rrotullohemi dhe vim djathtës. Duart mbaj kontaktin me gjunjët. Mundohu që ta lidhësh këtë lëvizje me frymarrjen. Dhe nëse ndjesh gati, marrim
pozicionin e 4 këmbshit. Mundohemi të bëjmë lëvizje të cat-cow. Merë frymë, harko shpinën, shiko lart dhe me nxjerrë frymë rrumbullakos shpinën, kërthisa të riqet brenda. Qëndro në këtë flow për disa frymarrje. Mundohu ta lidhësh këtë lëvizje me frymarrje. Tani ngri këmbën e djathtë dhe vendose mbi të majtën në formë nyje. Me frymarrjen e parë, ngri kokën lart, harko shpinën dhe me nxjerrë frymë rrumbullakos shpinën. Qëndro në këtë lëvizje. E ja përsëri në qendër dhe tani e ndryshojmë anën. Këmba e majtë vendoset mbi të djathtën. Marrje fryme shikimi lart, me nxjerrje fryme rrumbullakos shpinën. Qëndro në këtë lëvizje. Tani ja përsëri në pozicionin e 4 këmbshit dhe ngri këmbën e djathtë të përkulur dhe mundohu të bësh rrethore nga brenda jashtë. Çdo veprim lidhe me frymarrjen. Tani ndryshojmë drejtimin nga jashtë brenda. Mundohu të përqendrohesh te muskujt e kofshëve. Dhe tani drejtojmë këmbën e djathtë dhe mundohemi të japim një stretching duke pulsuar me majët e gishtave. Kthehemi përsëri në qendër. Ngrem këmbën e majtë dhe lëvizim në mënyrë rrethore nga brenda jashtë. Mundohu që lëvizja të lidhet me frymarrjen. Dhe një, tani ndryshojmë drejtimin nga e rrotullojmë nga jashtë brenda. Lidhe çdo veprim me frymarrjen. Tani drejtojmë këmbën dhe pulsojmë gishtrinjt në mënyrë që të ndjejmë një stretching në pjesën e pasme të këmbës. Sjellim përsëri këmbën të përkulur dhe hapim gjunjët në mënyrë që të ulemi në child pose ose pozicionin e fëmijës. Shtri krahët përpara dhe përkulu totalisht. Fillo të bësh disa lëvizje minimale me ballin, nëse ta lejon hunda, se unë kisha pak vështirësi aty, duke qenë se jam shqiptare dhe e kemi në gjenetik hundën pak me maj. Me shpinën e rrumbullakosur mundohemi të pozicionohemi, përthym këmbën e djathtë dhe këmbën e majtë e shtrim përpara. Përkëdheli butësisht këmbët. Merr frymë, ngri duart lart, me nxjerrje fryme, përkulu mbi këmbën e majtë. Nëse nuk arrin dot gishtrinjt, mund të prekësh vetëm pjesën e fundit të këmbës. Mundohu të bësh disa lëvizje
të lehta që t'i japësh më shumë stimulim pjesës të djathtë të trupit. Tani e përpara dhe ngrije lekenin ngadalë duke rrjedhur anash në një valë femërore. Dora e djathtë na ndihmon për ekuilibër. Tani ulo përsëri përpara dhe eja përsëri të prekësh këmbën e majt. Qëndro në këtë rrjedh. Mundohu të hapësh kraharorin. Eja përsëri në këmbën e majt. Me frymarrje, ngrihemi lart, ngrije lekenin, hape kraharorin dhe këtë herë përkulemi në qendër, shtri krahët dhe mundohu të ndjesh stimulimin në qafë dhe në pjesën e brendshme të këmbës së majt. Tani ndrojmë drejtimin. Këmba e majt rrie përthyer, këmba e djathtë rri drejt. Ngrim duart lart, marrim frymë dhe me nxjerrje fryme përkulemi drejt këmbës së djathtë. Mundohu të fokusohesh tek frymarrja. Ndjeje stimulimin në anën e majt të trupit. Mos harro të marrësh frymë. Dhe nëse ndjesh gati, përkulu përpara, ngrije lekenin ngadalë duke rrjedhur anash në një valë femërore. Dora e majt është mbështetëse. Dora e djathtë hapet për kraharorin dhe eja përsëri e përkulur në këmbën e djathtë. Mundohu të qëndrosh në këtë lëvizje. Merr frymë, hap kraharorin, ngrihu me nxjerrje fryme. Eja përsëri tek këmba e djathtë e përkulur. Merr frymë, ngrihu përpara dhe me nxjerrje fryme eja në qendër. Mundohu të ndjesh stimulimin në pjesën e shpinës dhe në pjesën e brendshme të këmbës së djathtë. Dhe nëse je gati, marrim këmbën e djathtë edhe shtrim drejt dhe këmba e majt që ndron e përkulur. Mundohu që të jesh në një vit të drejtë. Nëse je gati, përkule dhe pjesën e përparme të trupit dhe bëj disa lëvizje të vogla minimale. Mundohu të ndjesh stimulimin në pjesën e brendshme të këmbës së majt. Çfarë ndjesish vijnë në këtë moment? Dhe nëse je gati, të rriqe butësisht këmbën e djathtë dhe vendose përpara gjurit të majt. Mundohu të rrotullohesh djathtas. Dora e djathtë prek tokën, dora e majt prek gjurin e këmbës së djathtë. Dhe nëse je gati, ndrojmë drejtimin. Këmba e djathtë përkulet përpara, ndërsa këmba e majt shtrihet drejt. Përkule
pjesën e sipërme të trupit. Bëj një jastëk të vogël me duar dhe mundohu të kryesh lëvizje minimale me legenin, në mënyrë që të kemi një stimulim më intensiv të pjesës së kafshëve. Këmbët tona ose legeni mbajnë shumë emocione, të cilat manifestohen në këtë pjesë të trupit. Dhe nëse je gati, të rriqe këmbën e majt dhe vendose para këmbës së djathtë. Dora e majt është mbështetëse dhe dora e djathtë prek gjurin e majt. Mundohu të marrësh frymë në mënyrë të vetëdijshme. Tani eja përsëri dhe merr pozicionin e shtrirë me kurriz. Merri këmbët përkuli dhe afroj pranë gjoksit. Mundohu të bësh veprime rrethore me qunjët. Në këtë mënyrë kemi një stimulim të pjesës shpinës. Tani ndryshojmë drejtimin nga djathtas majtas. Mundohu të përqendrohesh në pjesën e poshtme të shpinës. Tani kap shputat e këmbës dhe mundohu t'i hapësh këmbët në pozicionin e happy baby dhe mundohu të lëkundesh sa majtas djathtas. Ndjeje këtë stimulim të shpinës dhe të pjesës së brendshme të këmbëve. Tani shtri këmbët drejt lart për një stretching dhe uli ngadalë poshtë. Përkuli këmbët. Tani ngrem të ndenjurat sipër në formën e një ure të lehtë, jo intensive, dhe bashkojmë duart me njëra tjetrën. Qëndro në këtë lëvizje intensive. Mos harro të marrësh frymë. Përqendrohu tek frymarrja. Nëse egoja të thotë që duhet të ndalosh, mundohu të bësh diferencimin midis dhimbjes dhe pozicionit të parahatshëm. Qëndro në këtë pozicion dhe për një moment. E di është pak intensive, por ti doja dalësh deri në fund. Tani ulu dhe shtrihemi me shpinë. Këmbët bien natyrshëm anash, duart anash trupit, syt i mbyllin butësisht, ndjeje trupin tënd të mbështetur nga toka, nga momenti, nga vetja. Me çdo nxjerrje fryme, imagjino se si ti nxjerr të gjithë negativitetin e ditës. Lësho mendimet, pritshmëritë,
tensionin. Të lëshohesh dhe të dorëzohesh është më e vështirë se sa ta mbash diçka fort. Por ne sot bëhemi të guximshme dhe lëm pas të gjitha ndjesitë që nuk na vlen më. Nëse je gati, ktheu në anën tënde të rehatshme, bëj një jashtëk të vogël me duar e mundohu të marrësh frymë me vetdije. Dhe nëse je gati, eja në pozicionin këmbë kryq. Mundohu të përkëdhelësh këmbët, të ndjesh pak trupin dhe me marrje fryme ngrim duart lart, bashkoj duart me njëra tjetrën, drejtoj drejt syrit të brendshëm për vendime të vetëdijshme, drejt gojës për fjalë të vetëdijshme dhe drejt zemrës për veprime të vetëdijshme. Faleminderit që ndave këtë klasë joge me mua. Namaste! Nëse kjo video të frymëzoi, abonohu në kanalin tim. Le të sjellim më shumë magji falas në botë dhe të rritemi së bashku.